سلمي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ati dhe familjes së tij të pastër dhe të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallahu taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot inshallahu taala me këto çaste që do jemi bashk do të kalojmë në jo vetëm në mrekullinë e Kur'anit famëlar, por edhe në sfidën apo në sfidimin që Allahu xhaleshanuhu xhelle xhelaluhu u bën njerëzve komplet të planetit, me sfidën apo me sfidimin që Allahu xhaleshanuhu u bën edhe gjindëve, edhe melekëve dhe krejtëve. Domethënë Allahu xhaleshanuhu vazhdimisht, dashur vëllezër, në Kur'anin famëlar vërteton përmes ajeteve, edhe përmes mrekullive shkencore që i përmban Kur'ani famëlar, dashur vëllezër, vërteton se është një Kur'an që nuk i përngjan librit të tokës. Do thonë, është një komunikim qiellor, të cilin nëse analizon do të mbetesh gojhapur dhe pa koment. Do të mbetesh normal i frymzuar jashtëzakonisht, edhe nëse je prej lexuesve që lexon libra të tjerë, do e kuptosh të vërtetën se vërtet ky Kur'an nuk i ngjan asnjë libri të tokës. Si ngjan. Shembull, nëse e marrim libra qiellor janë 4, domethënë që Allahu i ka shpall 4 libra të mëdha, edhe 100 suhufa, ashtu, 100 fletushka që Allahu çoi pejgamberëve. Nëse merr Teuratin, Zeburin, edhe Injilin, që të tjerët krishterët në përgjithësi katolik qofshin ose ortodoks shqiptar e quajnë Bibël, po edhe tjerët e quajnë Bibël ose Bible, do shohësh se si libra, kushtimisht të themi, si libra të shpallur nga Zoti, nuk e kanë atë ngrohtësinë e librit të Zotit. Pse se kanë? Se kanë se tash ne ata ju bëhet ose si ju bëhet qefi, e vërteta duhet të tregohet vazhdimisht. Me thonë, ti shifet qartë që dora njerëzore ka ndërhyjë në librin e Allahut. Shifet qartë. Ndërsa në Kur'an nuk mund të gjejsh ndonjë argument, apo ndonjë fjalë, apo ndonjë shkronjë, mos e teproj të them, apo ndonjë pikë në Kur'an që të jep të kuptosh se ky libër mund të jetë nga dora e Muhamedit alayhis salam, astaghfirullah, ose nga dora e shokëve të tij, ose nga dora e ndonjë filozofi, ndonjë poeti, ndonjë shkrimtari, ndonjë mungjitori, ndonjë fallxhori e kështu me radhë, ashtu siç e kanë etiketuar Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Në atë kohë, edhe tash sot e kësaj vite, nga qarqe të ndryshme, dashakeqe, akuzohet Muhamedi alayhis salam, akuzohet Kurani, se nuk është fjalë e Zotit e kështu me radhë. Por këtë kush e thot? E thuan vetëm njerëzit e cekët, njerëzit sipërfaqësor që nuk janë thelluar në Kur'anin famëlar dhe të shohin. Ata, edhe ato të cilët thellohen, qoftë edhe me syrin kritik, ta kritikojnë Kur'anin, ose t'i gjejnë gabime Kur'anit famëlar, e di çfarë është përfundimi i atyre. Shumica të cilët janë munduar edhe i kanë hyrë punës për të gjetë gabime në Kur'anin famëlar, ose për të gjetë kontradikta, me thonë mos përputhshmëri, ajete me ajete, sure me sure, ligje me ligje, fjalë me fjalë, këto njerëz që janë munduar ta bëjnë këtë, dashur vëllezër, këto kanë përfunduar më në fund e kanë pranuar Islamin. Shumica e këtyre. Flas për njerëzit e mençur. Inne fi dhalike la ayatin li ulil albab. Allahu vetë thot në Kur'an. Në Kur'anin që ne shumë pak e lexojmë, shumë pak, mos them hiç, se Kur'ani nuk lexohet vetëm normal, nejse për hatme, ka sevape, çdo shkronjë ka 10 sevape, edhe për hatme, edhe për sevape, kështu me radhë. Por nëse e lexon ta shohësh vërtet se çfarë përmban Kur'ani, vallai edhe ngranja dark drek ose sill do duket gjatë, me njëherë ta lash bukën, shkosh me njëherë te Kur'ani ta vazhdosh leximin.
aq i thellë që është, aq i thellë. Allahu thot, në të ka argumente li ulil elbab, për cilët, për ato të zotët e mendjes. Kurani u zbrit për të zotët e mendjes. Në shumë ajete në fund, sidomos në fund, kur Allahu e përfundon ligjërimin dhe ajetin, thot inne fi dhalike la ayatin li ulil elbab. Në të, në Kur'an, në qiell, në tokë, në anatomin tuaj, që ne e kemi përshkruar edhe brenda Kur'anit, ka ajete, ka shenja, ka edhe argumente, për cilën, për të zotët e mendjes, për ata që mendojnë dhe për ata që logjikojnë. Ashtu, jo rastisht Elif Lam Mim, dashur vëllezër, fillon me Elif Lam Mim, dhalikel kitabu la rejbe fi. Allahu është i vetmi që mund të shprehet kështu. Asnjë autor në dinja nuk mund të shprehet kështu për librin e vetë që e shkrua. Shkruani libër. Edhe a je burr të shkruash ke libri jot? Çka të fjali, si e ka shkruaj Zoti? Si e ka thënë Zoti? Të shkruash ke libri jot edhe thuash i dashur lexues, ose në fillim ose në fund. Allahu në fillim e ka shkruajt. Thot, i dashur lexues, ti ta shkruash ose unë. Ke ky libri apo te ky libri im, të cilin do ta lexosh në vijim, nuk ka asnjë gabim, edhe as ti dyshim. Hajde në je burr, shkruaje. A me poezi shkruash? Shkruaja 100 faqe me poezi. 100 faqe me poezi. Edhe në fillim të librit tënd me poezi, ose me gaçka, ose me fardo që ta mbushish, edhe me argumente serioze, filozofike, shkencore, astronomike, edhe shkruaj, libri im nuk ka asnjë gabim. Do qohëm prej krejt botës shkencëtarët, edhe poetët, edhe filozofët, edhe dietarët, se cili do gjeje gabim, se cilin rresh që e ke shkruajt. Se Kurani ashtu thot, mbi çdo të mençur ka një të mençur më të madh. Keni parasysh? Ka hoxhallar të mirë, ama ka më të mirë, ka superlativ, ka alama të mirë. Të mirët s'kan fund, të mirë. Ka doktor të mirë, ama çkosh të gjë, në përperëndim ka të lemendja, po çkosh në Japoni, bllokohesh komplet. Ka filozof mirë, ama ka me greqinë, me filozofisë mund të shtihet askush. Ka poet mirë, ama me poezinë arabe s'mund të shtihet askush. Ka teknologji, ama me teknologjinë japoneze askush. Ka makina, ama Mercedesi s'ka shembull. Mos i bëjmë reklam Mercedesi kështu me radhë. Nuk ka fund sa mund të jenë njëri të dish. E mbi gjithë këta, që i përmenda ka, është një që ka dhe mbi të cili s'ka tjetër. Ajo është Allahu. E vetëm Allahu mund të thote, dhalikel kitabu la rejbe fi. Ky është libër, për Kuranin e ka fjalën. Ky është libër në të cilin nuk ka shibe, s'ka dyshim. A be lezo se duhesh. Apo o Zot, unë e gjeta këtë. Ti ke problem me ulëmtimin. Ti ke problem. Ti nuk i njeh për masa shkencore se si matet e vërteta dhe jo e vërteta. Ose ti je një ateist, normal që ti hin me sirin kritik. Ti hin gjesh gabime dhe gabime do gjesh me mendën tënde, në fakt, s'ka gabime në Kur'an. Ti mendon se janë gabime. Pse? Aq ta pret. E me këtë Kur'an, apo përmes këtij Kur'ani, unë nxora sot 3 ajete shumë interesante janë që Allahu xhaleshanuhu thash e sfidon njerëzimin. Çfarë do të thonë e sfidon? Do të thonë, u thot njerëzve, ju që mendoni që ky Kur'an nuk është i vërtet, ose është i trilluar, i shpikur nga Muhamedi a.s. Bëjro, hajde, qitni argumente, ose bini një Kur'an ju më të mirë se ky, ose si ky, qoftë edhe i shpikur, shpikni edhe ju një si ky. Nëse Muhamedi, ta themi kushtimisht, e ka shpikur këtë Kur'an, hajde shpikni edhe ju si Muhamedi, pse shpikni? Ka pas njerëz në shekullin e 7, filozofi kineze, greke, ku ta di une, edhe romake, ato kanë ekzistuar, filozof më të mençur se Muhamedi a.s. ka pas. Në filozofi e kanë fjalën. Pse nuk shpiken ato në Kur'an si ki? Edhe Allahu xhaleshanuhu sfidimi, kur thotë hajde dilni në mejdan, kjo është sfidim. Bëjmë. Nëse je më i mençur, hajde e bëjmë një lojë shah, edhe shoham kur do e materi e cili. Edhe Allahu kështu i thot njerëzimit, shumë interesant.
E dini sa pragmatike është në këto raste, dhe në shumë raste të tjera. Shumë i qartë, thjesht, ama qartë, ta kuptoje edhe filozofi i Greqisë, edhe qobani i Shqipërisë. Se ka problem. Krejt ta kuptojnë. E kështu libër nuk mund bëjë askush tjetër përpos Allahut në shano. Afërmenjes dashur vëllezër. Të parashtrojmë një pyetje kështu. Ku e dinte Muhamedi alayhis salam në shekullin 7, pas një epruvet, pas një dije paraprake, as në mjekësi, as në astronomi, as në gjeografi, as në geologji, ku e dinte Muhamedi alayhis salam se si zhvillohet fëmiu në barkun e nanës, me ato etapat? Ku e dinte? Njëherë një pik ujë, ma së ndej një copë gjaku, ma së ndej një gjaku i ngjizur, ma së ndej eshtra, pastaj thot ato eshtra mbulohen edhe mbështillen me kockë, këto me mish, pastaj vjen zemra, pastaj vjen dëgjimi, pastaj vjen shikimi, interesant. Kurani kështu i rënditën. Edhe gjithë kundi, interesant, gjithë kundi ku Allahu e përmendën dëgjimi dhe shikimi, vini re kur e lexoni Kur'an me përkthim normal, çdo herë para e përmendën dëgjimin pastaj shikimin. Fëmia dëgjon më para, pastaj shef. Dini ju, fëmijët bebet kur lindin, ai shef. Ai shef kështu me si, mendoj, ai shikon me si, ama nuk shef. Ditër e muj se e kanë atë periudhën kur i kanë ato perdet në syrin, ama dëgjon shumë mirë. Me bën një gjurmë madhe, ai trishton. Ai fillon dëgjon qish në barkun e nanës. Prandaj mjekët, ginekologët të ndryshëm thuan nana shtatzane nuk duhet të trishtohet, nuk duhet të lëndohet emocionalisht, nuk duhet të ndëgjoj zhurmat të zhurmshme kështu, të trishtoj. Nëse ajo trishton, bebja në bark trishton hala më shumë. Pse? Se ai veç ka filluar. Shqisa e dëgjimit është ndër të parat mbas zemrës që fillon të dëgjoj fëmijë. Edhe Kurani interesant, për herë kur e përmendën dëgjimi dhe shikimi, se ato shkojnë qift, për herë e përmendën para dëgjimin, pastaj shikimin. E ku e dinte Muhamedi alayhis salam se fëmijët dëgjojnë para, pastaj shikojnë, qish në barkun e nanës. Kjo është një, miliona mrekulli ka në këtë drejtim. Një është kjo. Interesant. Mjekët e thuan, shkencëtarët e thuan, i gjithë trupi jo, kur flejmë ne, dashur vëllezër, këtë e vërteton edhe Kurani, kur flejmë në natën, kur na zej gjumi i dytë, jo ai pari, se sa na zej mund çona më njerë, ai dyti është më i rëndë. Thot, shqisat e krejt trupit tonë në një pauzë të qetë. Interesant. Edhe pse organet e brendshme punojnë, shqyti Zoti që nuk punojnë dorën toa, nuk janë dorën toa, ndi harrojshim zemrat tona të punojnë, ta kurdisish një natë. Aman Allahu, ti flen, gërhetën, drivet losteri, a zemra punojnë. Tak, mushkërit punojnë. Aman nuk punojnë me atë intensitet si ditën në aktivitet. Kitë punojnë, krejt punojnë. Shumë dobet punojnë. Krejt, syt nuk shohin, ashtu. A pse ndëgjon tërmetin kur bëhet tridhja, zhurma ato? Ose me radhën i temsini dikun te kuzhina, ti trishton. Ti do me thonë, Allahu shqisën e dëgjimit nuk e mbulon krejt komplet kur ti flen. Pse? E le të dëgjoj vetëm veshi në shenjë masës urgjente, nëse ndodhen diçka në shtëpi, ta ndëgjojsh belan, oj dashur vëlla. E tash themi të banorët e shpellës. A fjetën ato gjemt në shpellë, sa fjetën me Kur'an? 300 e disa vjet. Ati thot 309 vjet, është diskutabile, por një 300 vjet i kanë bërë gjumë. E thot, sikur Allahu ta linte, kjo është mrekulli kuranore, sikur Allahu ta linte shqisën e dëgjimit aktive, ato nuk do mund të bëjshin gjumë 300 vjet. Dhe ndëgjojshin vetëtimat, shirat të ndryshme, bubullimat e qiellit, e mjegullave, edhe du dilte gjumi. Për mos me u dal gjumi, ati Allahu ka bërë një përjashtim. Çfarë ka bërë? Thot, përveç shqisave tjera 4 që janë,
Edhe shqisën e dëgjimi thot wa darabna ala adhanihim. Edhe u vum perde edhe të veshët. Mos dëgjojnë. Janë të vetmit banorët e shpellës që 300 vjet kanë fjetë dhe edhe veshët nuk i kanë pas aktiv. Sikur t'i kishin aktiv nuk do mund të flenin 300 vjet. E kundërta e jona që ne kur flejmë për 7-8 sahat sa flejmë ne, shqisën e dëgjimit e kemi shumë aktiv, ta dini. Këtë e mrekulli. Ku i dinte Muhamedi a.s. t'i renditje kështu si i ka rendit Allahu në Kur'an? Nuk ishte shkencëtar Muhamedi a.s. Ishte një pejgamber shumë i mençur që e komentonte Kur'anin shumë bukur, por për nivelin e shekullit të 7 për ato sahabe që i kishte përreth. Prandaj Allahu xhaleshanu u thot kur i sfidon njerëzimin, kul la in ijtama'atil jin insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Thuaj o Muhammed, sikur të mlidhen krejt njerëzit e botës, 8 miliard sot ka, sa ka pas atëherë. Po edhe 800 miliard ketë. Edhe gjinët që janë 7 fishi dhe 10 fishi ma shumë në numër se ne. Edhe ato të mlidhen. Edhe të bashkëpunojnë me njerëzit. Bon shok. Të shfrytëzojnë krejt aftësitë e tyre intelektuale. Për ta bërë një Kur'an si ky, la ya'tuna bimithlihi. Nuk do mund të bëjnë një Kur'an si ky. Sa njerëz mençët ka sot bota, ka genika, nobelista, ku e di unë që. Doktor honoris causa. Krejt këto të jenë doktora, profesora, sot 8 miliard, krejt të jenë doktora. Të bane dhe të bashkëpunojnë me gjinët për të pru një Kur'an si ky, thot la ya'tuna bimithlihi. Asnjëherë nuk mund ta bëjnë. Asnjëherë. Interesant. Allahu thot këtë. Kur Allah, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, edhe nëse njëri me tjetrin punojnë ngushtë bashkëpunojnë, këtë s'e bëjnë. Kur e pa Allahu që s'u bëjnë këtë, e uli pak dozën e sfidimit, çfarë tha? Fa ya'tu bi 10 suverin min mithlihi. Atëherë nëse s'e bëjnë një Kur'an si ky, le të bëjnë një 10 sure, një 10 dov, haj që. Allahu liroj shumë tu. Ajt. Fa'tu bi 10 suverin mithlihi mufterejatin. Nëse ju mendoni se Muhamedi e ka shpik këtë Kur'an, e ka trillu, po edhe ju shpikni një 10 sure si Muhamedi aleza, hajde. Qofte edhe të trilluara, si Muhamedi shpikni, hajde bojro. S'mund. Allahu e uli dozën e sfidimit hala. E para, sfida më e madhe është në surën El Isra, sfida e dytë është në surën Hud, 13, edhe sfida e tretë është në surën El Bekare, ajeti numër 23. Çfarë thot? Fa'tu bi suretin mithlihi. Hajde tash. Nëse nuk mund ta bani një Kur'an si ky, e para që s'u bani. Bani një 10 sure, bani pak të 10 sure. Ato dova të shkurta të Kur'anit në fund që janë. Bani një 10 si ato. Suni bani. Ma në fund edhe ishtë farë thotë Allahu Lishanu, fa'tu bi suretin mithlihi. A be banja një dovë, hajde. Sot bota, një dovë së ne boje si Kur'ani. Një dovë. Inna atajna kel kauther, fesalli li rabbike wanhar, inne shani ke hua l'ebter. Banja një si kjo, hajde, bojro. Së ne boj. E po së ne boj se këtu flet Zoti. Nuk flet Muhamedi a.s. Në Kur'an flet Zoti, i cili flet pa tekst. Pa tekst. Unë mundova të nxjerr një mrekulli, ajo është në Kur'an, se kam nxjerrë unë vetëm e kam shkruajt në flet. Ajo ekziston. Kur flet për precizitetin, dashur vëllezër, sa precis është Allahu në Kur'an, edhe sa nuk përdor fjalë kot e kot askundi. Çdo fjalë ka kuptimin e vet. Por ne, si shqiptar, kur e kemi përkthi Kur'anin, Hafës Nahi, Fetim Mehdiu, edhe Sherif Ahmetit, rahmet pashin, inshallah Allahu me xhenetu është problem, kur e kam përkthi Kur'anin në gjuhën shqipe, shumë fjalë në Kur'an nuk them që kanë gabu, se unë s'jam askush të them kanë gabu, ose kanë qellu, por në përkthimet e sipër të tyre,
nuk ka shku me precizitetin më të madh si shkon Zoti që i ka shqiptu fjalën Kur'an. Për shembull, unë kam marrë shembull vetëm termin grua. Vini re, kjo është interesant. Nuk them që se keni dëgjuar asnjëherë, ama edhe nëse ndëgjoni për zditi ja vleje. Në Kur'an, Allahu xhaleshanu për gruan përdor disa terme. Mbani mend, më thonë tjeni, thot, për grua ndonjëherë përmenden përdor termin imre'e, ndonjëherë përmenden edhe përdor termin zauje, edhe herën tjetër përdor termin sahibe. Vini re. Më thonë imre'e, zauje, sahibe. Të trija këto i shoh në Kur'anin gjuhën shqipe, janë përkthyer si grua. Vetëm grua. Është përkthyer grua. Edhe ke Sherifa Meti, edhe ke Feti Mediu, edhe Hafës Nahi, Ramet Pash. Ama nuk janë të trija, nuk kanë të njëjtin kuptim. Se si kur kishin të njëjtin kuptim, atër pse Allahu xhaleshanu për gruan përdori 3 terme, 3 fjalë të ndryshme. E keni parasysh? Si kur të trija të kishin të njëjtin kuptim, Allahu vetëm të përdor të termin imre. E tash parashtrohet pyetja. Kur Allahu në Kur'an edhe pse e përdorën për termin grua fjalën imre'e? Fara me thonë, ne edhe si shqiptar, për herë i themi, do e marrë gruan edhe do vej, ashtu, në darkë. Do e marrë gruan, do shkuj, do e marrë gruan, ashtu. Jo, Kurani thot ka dallim mes gruas, imre'e, mbanja me këtë, ka dallim mes bashkëshorte, me Kur'an, grua dhe bashkëshorte nuk janë njësoj. Të dini, me Kur'an, dhe shifni pse. Edhe ka dallim mes shoqe. Ne shpesh e përdorim, do e marr shoqen e do shkoj dal një piknik ashtu, shoqe. Gruas vetë i thot shoqe. Që ne nuk e themi me qëllim të keq. Ashtu jemi mësuar, do e marr shoqen. Gruan e përdorim her pas here. Edhe bashkëshortën asnjëherë ndonjëherë. E kështu me radhë. A me Kur'an ne duhet të themi grave tamam bashkëshorte. Nuk bën as grua, jo që nuk është haram, mos keq kuptoni, ka thonë hoxha haramën e pit di çuditin grasët, bashkëshorte. Farka buri kalon mendje. Po Kur'ani na edukon diçka tjetër. Për shembull, thot, kur Allahu përmendën gratë, gruan e Nuhit alayhis salam, gruan e Nuhit, e përmendën termin grua, imre'e. Daraballahu mathalan imra'ata Nuhin, imre'e. Shifni? Grua. Allahu ka sjell shembull për ata që nuk kanë besuar lidhjen e keferu mrete Nuhin. Shembullin e gruas së Nuhit, grua thot. Nuk thot bashkëshortën e Nuhit. Pse? Se Allahu termin grua e përdor dhe e përmend kur mes çiftit bashkëshortor ka vetëm lidhje fizike dhe mungon lidhja shpirtërore, dashur dhe të dini. Nuk ka harmoni si duhet. Kur buri me grua nuk kanë harmoni, kanë vetëm harmoni, vetëm lidhje fizike, janë bashkë, flejnë bashkë, ecin bashkë, kojnë bashkë, hanë darkë bashkë, kështu më radhë. Aman, dashuria, harmonia, prehja, shpirtërore, te këto di, nëse mungon, këto janë vetëm bure grua. Nuk janë ma tepër. Të dini, këtë Kurani e përmendë grua, dhe. Wa daraballahu lilladhina amanu mra'ata Firaune. Allahu për ata që kanë besuar soli shembull gruan e Faraonit. Pse thot gruan, nuk thot bashkëshortën. Sepse thot gruaja e Faraonit me Faraonin kishin vetëm lidhje fizike, ato nuk kishin muhabet hiç. Jo rastisht më në fund Faraoni e vrau, e dini, e ka vrarë gruan e vet. Faraoni ka vrarë gruan e vet. Se sikur kishin edhe harmoni shpirtërore, edhe emocionale, edhe dashuri mes vete, buri që e don gruan nuk e vret. Shifni. Allahu përmendi grua, nuk e përmendi bashkëshorte. Ose imre'ete Lutin, gruan e Lutit. Gruaja e Lutit, burin e kish pejgamber, nuk i besonte. Edhe jo rastisht kur erdhi dënimi i Allahut, e kaploi edhe gruan e Lutit, ashtu. E tash kur e përmendën Allahu xhaleshanu termin bashkëshorte, e përmendën ke Hazreti Ademi alayhis salam me Havën.
e përmendëm për Muhammedin a.s. me gratë e tij. Çfarë thot? Ja ejuhen nebiju, kulli ezwajike zawje. O ti Muhammed, o ti pejgamber, thuaju bashkëshorteve tua, let mbulohen, let avën hijabin. Wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Dhe tham, Allahu i thot, o Adem, ti dhe bashkëshortja jote hini banoni në xhenet. E shef, bashkëshorte. Pse? Se mes tyre ka pas lidhje edhe fizike, edhe shpirtërore, edhe harmoni dhe dashuri. Nëse këto ekzistojnë, keni çift bashkëshortor, këto janë bashkëshort. Nëse nuk ekziston dashuria, harmonia dhe lidhja shpirtërore, këto janë burrë e grua vetëm. E kur e përmendën, Allah përmendën edhe një term tjetër për gruan, për gra që i kemi ne, përmendën term sahibe. Nuk i thot as grua, nuk i thot as bashkëshorte. Po çfarë i thot sahibe, shoqe. Kur gratë tona quhen shoqe, do e marr shoqen, do shkoj me shoqen. Jo në këtë dinjë. Do quhen thot ditën e gjykimit. Pse? Sa atëherë mes burrit dhe gruas nuk do ketë as lidhje fizike, as lidhje shpirtërore. Pse? Se thot Kurani e përmendë shumë bukur e përmendë, thot. A ditën e gjykimit, ti mon, abe jo gruaja, djali dhe vajzën tënde që i don kaq shumë, nuk do duhesh t'i shohësh. E di? Në surën Abes e përmendet kjo. Thot, yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Ajo ditë në të cilën do hikje njeriu do hikje prej vllajt vet, më para prej vllajt. Edhe në këtë dynjë hikën shpejt. Prej vllajt. Min akhihi wa ummihi wa abihi. Do hikje prej nanës vete edhe prej babait vet. Këtë kemi qartë. E tash thot, do hikje edhe prej gruas vete, ama nuk thot grua këtu, as bashkëshorte. Wa sahibatihi wa banihi, do hikje edhe prej shoqes vete. Vetëm si adres njeriu ditën e gjykimit kur do e shohë gruan e vete. Vetëm dimteke që ka pas gruan dinjë, as gjë tjetër hiç. A ditë nuk e ka as grua, as bashkëshorte. Kjo në Kur'an përmendet. Edhe Allah nuk i përmendën këto terme rastisht. Ne shqipi kemi përthi grua. Nuk është krejt grua. Ndonjëherë është grua, ndonjëherë është bashkëshorte, ditën e gjykimit do jetë çfarë? Shoqe, asgjë tjetër. Inshallah hin xhenet prap do jenë më shumë se bashkëshorti inshallah. Allahu na fal xhenetin krejtve inshallah. Zoti na bëf prej atyre që do e lexojmë Kur'anin jo vetëm për sevape, po do e hulumtojmë, meditojmë rreth asaj, sepse vetë pejgamberi sa më ka thënë, edhe dietarët, kush mediton rreth Kur'anit 1 orë, 1 sahat, të meditojsh nga mrekullitë e Kur'anit, marrësh mësim, ka sevap sikur me fal nafile namaz 60 vjet. A don të shkruhet 60 vjet nafile, një natë ulu merr abdes, merr një ajet edhe mendo. Sa i madh është oqeani pa fund i Kuranit. Allahu na fal të gjithë inshallah. Walillahi al-Fatiha.